Arjan Çani. Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re, Shqipëri e re. Në gjuhën e gazetarit të establishmentit Arjan Çani ndjeva dëshpërim, konfuzion, bullizëm për aktivistët dhe nismëtarët e kësaj proteste, që ky fakt mua nuk më dëshpëroi, përkundrazi më gëzoi, sepse tregojnë se këta zotërinj që do të na përfaqësojnë nesër kanë vlera. Prandaj gazetarët janë Arjan Çani dhe gjithë përfaqësuesit e tyre, të cilët u pasuruan duke shitur Shqipërinë, aktivistët tanë, të cilët do të ngrenë institucionet e Shqipërisë së ringritur, e Shqipërisë së re. Bojkotojmë të gjitha mediat. Unë vetë kam që nga 2017 që nuk e përdor televizorin, përdor median online dhe ka një arsye, ne jemi në luftë, dhe duhet ta shprehim hapur, nuk është koha e serenatave, nuk është koha është koha e luftës, dhe në luftë duhen himne luftarake. Këta e duhet ta pohojmë me zë të lartë. Jo më thunë, himnet luftarake japën edhe paqësisht. Shqipëria e re, Shqipëria e re, Shqipëria e re. Shqipëria e re, Shqipëria e re, Shqipëria e re. Anulloni shitjen e Shqipërisë.